Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Moza ndahet nga partneri polak, shkak bëhet Ilir Shaqiri. Shkrimtarja dhe autorja e njohur Mimoza Ahmeti, pas triumfit si fituese e edicionit në Ferm, ka ndërë një tjetër prapasken mjaft interesante dhe plot humor nga jeta e saj private dhe bisedat me partnerin e saj pas daljes nga izolimi. Moza zbuloi se ai e kishte përjetuar në mënyrë të çuditshme qëndrimin e saj brenda fermës. Sipas aktores, partneri i saj kishte pasur dëshirë të vinte në ambientet e fermës për ta surprizuar përpara finales së madhe. Mirëpo planet e tij kishin ndryshuar rrugës. Ai kishte marrë vesh momentin e puthjes në buzë mes Mozës dhe Ilir Shaqirit, një nga dinamikat më të komentuara të edicionit. Kështu që kishte ndëruar mendje dhe kishte refuzuar të bëj pjesë e surprizës. E pyetur mbi këtë situatë dhe se si ja kishte sqaruar këtë moment partnerit të saj, Moza tregoi me natyrshmërinë dhe ironinë që e karakterizon se përgjigjja e saj kishte qenë mjaft e prerë dhe pragmatike. Ato janë puthje skenike, a i doje parat apo jo? Me këtë deklarat, fituesja e fermës la të kuptohet se çdo veprim brenda formatit televiziv ishte pjesë e lojës dhe spektaklit për të arritur drejt qëllimit kryesor, duke e kaluar me shumë sportivitet xhelozinë e bashkëjetuesit të saj.